Qeveria Kushtetuese të Republikës është e pasyshme për secilin deputet që çohet veshët ndresët vjen kuvend të Republikës edhe nuk jere shef. Nuk voton as për, as kundër, as nuk abstenon. Për neve si parti fituese zgjedhjeve, ata punon përgjegjësia më e madhe na bie neve. Si përgjegjësi më e madhe na i kemi 57 deputet që votojnë. Atëherë ma tregoni pse veç 4 deputet të opozitës nuk janë pro konstituimit të kuvendit. Atë përgjegjësia jonë më e madhe po që 57 e ka të tjerë në orë s'po kuptoj opozitës 4 deputet të jenë të përgjithshëm për me kalu këtë ngërsh të konstituimit të kryesisë së kuvendit. Kështu që për neve është jashtëzakonisht e rëndësishme që kur të vish si deputet do të me votu dhe që është puna secili. Ai beson në shtypje selimit. Apo do një më buku vend, shtypje selimi ka dhënë raportën një sekonde. Pyetja jote? Shtypje selimi nëse del. Na e kemi kandidu Albulina Haxhiu. S'ka tjetër ngopë. Nuk ka vërejtje kërkosh as për juve as për qytetarëve për Albulina Haxhiu. Është do vi qytetarë më ndryshuar me pasyshme me dol me të qëndru kundër. Unë mendoj që opozita do të merrojë këtë energji kundër servis, ju me luftu Albulina. Është me interes Kosovës të Albulina. Kryesia e kuvendit i takon lëvizjes vetëvendosje, PDK-s, LDK-s dhe dy anëtarëve të komunitetit të pakisë. Pro, kushtetuta e ka caktuar që kryesia e kuvendit i takon krejve bashkë. Për neve është me rëndësi kush është bllokuesi. Unë prapë po them, si deputet e lëvizjes vetëvendosje, unë komord edhe po votoj për. Po votoj që qytetari ka me... Qytetari ndeshkon ato që nuk voton, jo ato që voton. Edhe sa herë keni prit opozitën duke votu, as pro as kundër, edhe sa herë. Po nas do të mi prit. Pyetja është ja bë opozitës pse jeni të orë kur zotoni as për as kundër as abstenon. Cili është roli i deputetit që vjen këtu, çohet në mëngjes edhe nuk voton. Edhe jena të fol për komisionin. Këtu as komisioni s'u kalu. Për para po domethënë unë tash jo 48 orë, po them rreth para seancës po i baj thirrje gjithë deputetëve të opozitës për me votu dhe me kalu këtë ndërsh për shkak se kryesia e kuvendit na takon krejve. Po unë qysh edhe pivani publik ju lojmë ku na po diskutojmë ana kuvendit të Republikës. Unë i baj thirrje çdo herë sa di, edhe Besionit, edhe Arben Goshit, edhe i baj thirrje tash edhe piktuit gjithë deputetët të opozitës për me votu. Për shkak se është e parasyshme, unë di që janë fut me një pa kry,